Vjedhja e radhës është regjistruar në fshatrat e komunës të Arcës. Kësaj 51 vjeçari iniciale HZ nga fshati Dobrosht me punë të përkohshme në Danimark ka denoncuar në polici se mbrëm në kohën kur askush nuk ka qenë në shtëpi. Personat të panjohur kanë kryer vjedhje të rëndë, pasi që hajnat kanë hyrë brenda përmes derës së balkonit. Kanë kërkuar 2 valixhet, prej nga nuk kanë marrë asgjë, ndërsa në pallton e tij kanë marrë 7.200 euro, njoftoi policia e Tetovës. Pa u vërejtur nga askush, ata janë larguar, ndërsa policia ka kryer hetim në vendin e ngjarjes. Një këmësore 16 vjeçare është aksidentuar mbrëm në Tetov, sipas policisë. Vajza 16 vjeçare nga fshati Qellopek është goditur nga një makinë tipi Toyota me targa të Zvicrës, e drejtuar nga 58 vjeçari HI nga fshati Gajre. Me këtë rast, vajza ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin klinik të Tetovës dhe është dhënë ndihmë e parë. Është kryer hetim dhe dyshimet e para janë se shkak për këtë aksident ka qenë mosdhënie përparësisë së kalimit.